vepër që na çon drejt realitetit të forta, historive që lexojmë dhe projektive që shpesh nuk kanë përgjigje të thjeshta. Ju lutem nëse mundeni na nevojite të shqetësia në të promovim të rrezikshëm. Për të krijuar një atmosferë edhe më të njohur, do të na shoqërojë në violin Martin Xusni, i cili studion në Londër për violin. E fillojmë aktivitetin me Amelion, djalin e autores, i cili do të lexojë biografinë e shkurtër të saj, që është e shkruar në kopertinën e librit. Eva Caca, e lindur në Tepelen, në 1 shtator 1977. Burit në smundjesave, dhimbjes dhe forcës së njëjtë të pathyeshme. Ka baba, por dhe shumë ëndra. Ajo në të herë si fati nuk të pyet, por nuk pasfitohet. Jeta e saj ka qenë një udhtim i mbushur me sprova, për praktikë dhe veteja personale që e çuan deri në bujqet e vërtetës. Për fat që nuk ishte i saktë. Atje, me smurave të ftohta, gjeti forcën dhe vloi të shkruante. Ishte dhënia e saj që në moshë të re, por atje i dha kuptim historisë së vet. I dha zë shpirtit dhe historisë së besnikës, që e tronditi. Sot Eva është një zë që flet për ndryshjen, për guximin dhe për mos të dorëzuar punë. Antonia Nibrasie është fruit i viteve të ferrit të shpëtimit. Pasi u njohën të gjithë me biografinë e shkurtër të librit, ka kënaqësinë të ftoj zonjën Entela Gjoni, aktiviste e shoqërisë civile, promotore e kauzës kundër dhunës ndaj grave dhe me mbi 20 vite eksperiencë në këtë fushë. Ajo do të ndajë me ne mendimin e saj për librin dhe mesazhin që ai përcjell. Fjala për ju, zonjë Gjoni. Dhe unë si drejtuese e shoqatës së gruas Jona në Sarandë, që vepron që prej vitit 2001 në Sarandë, takimin e parë me Evën e kemi patur në ambientet e shoqatës para 2 vitesh, në mos gaboj, një takim thjesht
për kënaqësinë e saj, për të njohur me punën tonë, duke mos ditur se çfarë fshihte Eva në mendjen e saj dhe çfarë ajo donte të ndihmonte dhe të kontribonte për ato kauza tona dhe atë punën që ne bëjmë gjithë këto vite, ndoshta në heshtje. Dhe sot e finalizoj me këtë dhuratë kaq të bukur, jo vetëm për veten e saj, për ato përsiatjet e saj dhe gjithë kalvarin e mundimeve dhe vuajtjeve ndoshta të saj që ka kaluar, por më tepër për të treguar, për të folur dhe për të inkurajuar shumë gra dhe vajza mbi atë që ku fillon e keqja. Unë dua të ndaj një fragment, se unë nuk e lexova, nuk arrita ta lexoja librin, po me sa pash për gjysmore këtu dhe arrita te faqja 20 e ca. Kështu që është një libër që të tërheq dhe të përpin, do thoshja. Më bëri përshtypje fillimi i asaj që është kalvari të gjithave. Mentaliteti shqiptar, mentaliteti ku rritet femra shqiptare akoma fatkeqësisht, dhe mënyra se si reagojmë. Ai e rikte aq keq dhe ajo të jepte përshtypjen se e donte, madje i jepte edhe të drejtë. E kisha dëgjuar ti lutej, kur më re mos më bjerë në fytyrë, se dukem keq. Bjerëm nga të duash, po aman jo në fytyrë. Kur më takon faj bjerëm, s'tem gjuhën. Burri po nuk të rahu, nuk është burr. Jo po do të hypi gruaja në qafë. Kjo është ajo që ne kemi dëgjuar ndër vite nga shumë gra dhe vajza. Është vërtet e dhimbshme kur dëgjon se si i përulen kësaj gjëje, kur fajsojnë veten e tyre për çdo gjë dhe nuk arrin forcën, nuk gjejnë mbështetje ndoshta, por mbështetjen e parë duhet ta kenë te vetja e tyre dhe tek ata të afërmit e tyre që i rrethojnë. Patjetër, pastaj dhe institucionet e gjithë me radhë kanë rolin e tyre, por baza kryesorja është fuqia brenda vetes. Pastaj vazhdojmë me pasojat, se ku çon ai nënshtrim, ai pranim që ti i bën kësaj dhune brenda teje. Dhe Eva i ka përshkruar shumë bukur, me detaje, historinë e një gruaje, e njërës prej atyre viktimave, që ndoshta kjo ishte më e guximshmja, më e çmendura mund ta themi. Pasojat në thonjza të asaj që nështrohet dhe ku arrin urrejtja, ku arrin zemërimi dhe çfarë ai është i gatshëm të bëjë. Faleminderit Eva për këtë që na dhuron. Le të jetë një zë për të gjitha gratë dhe vajzat dhe për institucionet, dhe të jemi bashkë për këtë kauza. Faleminderit zonja Gjon. Tani kam kënaqësi të profesor Gjon, studiues akademik i gjuhës shqipe, i cili do të lutem një vështrim profesional mbi veprën dhe rëndësinë letrare të saj. Fjala për ju, profesor. Unë kam patur fatin që të njoh nga afër prindërit e mrekullueshëm të Evës. Kam punuar aty 10 vjet si mësues e drejtor shkolle dhe në këtë familje kam parë urtësinë, bukën, kripën, mikpritjen dhe aty u ngjis frymëzimi i Evës, mendoj unë, sepse edhe nga ana e relievit është një shtëpi e ngritur në një kodër shumë të bukur, nga ku mund të shikosh tërë të skrinit të Pelenës. Unë jam munduar që të paraqes diçka për shtypjet e mia lidhur me veprën e Evës, dhe sot gjeta rastin që t'i dërgoj sofrës zhapoqote një propozim për njeriun e vitit për Evën, për vitin 2025, për vlerat që ka romani saj, që është një kamban alarmi në kushtet e dhunës ndaj femrës dhe gruas në Shqipëri. Është një plagë e rëndë sociale. Tani unë kam një çik
si vështirë të parit, në gjithë atë do mundohem. Romani e Anatomia e një vrasjeje e autores Eva Caca bazohet mbi ngjarje e personazhe real, ku lexuesi ndjen dhimbje, habi, neveri, përbuzje, gjithçka. Ato e fusin lexuesin në mendime për të bërë në qetësi të brendshme autopsin e shkaqeve, rrethanave, se si një fëmijë i dhunuar në jetën e prindarinë e tij të përditshme arrin të formojë një karakter të tillë shumë në kushtet kritike dhe të arrijë nga vështirësitë e jetës së tij, nga dhuna e vazhdueshme sistematike deri në finish, në krim. Mungesa e dashurisë së prindërve, me filles tek fëmijëria, për ndjek gjatë gjithë jetës, e zbraz njeriu, i athan shpirtin, e revolton, e bën atë të arrijë në pikën më kulmore deri në kryen e një krimi. Romani shpalos idenë se në fëmijët me bazë patriarkale në zonat rurale, pa arsim, me një fanatizëm, mentalitet mesjetar, nuk rriten fëmijë të denjë për shoqërinë, por njerëz me vese që në rrethana të caktuara bën kriminal të pashmangshëm. Në krahun tjetër dalin shoqëritë e pseudo-emancipuara me luks të pruar, i bën individin të kthehen në manjak, e pervers, në inceste brenda familjes deri në prishjen e gjakut e të tjera. Në qendër të romanit Evës është portretizuar personazhi qendror Besmira, e cila ka ditur të shfrytëzojë në maksimum në momente të caktuara hiret e saj të bukurisë, të vajzërisë, të cilat me intuit e zgjuarsi këtë bukuri e ka përdorur për përfitim, për të harbuar e shfryrë urrëtitjen e grumbulluar në atë familje të ftohtë. Në antitezë me fëmijërinë e saj të errët e të dhunuar dhe duke emigruar në Greqi, i jep mundësi vetes për disa përmbushje kriminale. Ajo përjeton harbimin, veset e qefit, jetën e natës, jashtë dëshirës së saj me të vetmin objektiv për të arritur të shfryjë dufin e brendshëm në hakmarrje ndaj manjakëve seksual. Ajo tregon se paraja është gracka për të thurur e për të futur në kurth këta manjak, ku njeriu nuk ka formimin e duhur dhe kur i mungon karakteri dhe personaliteti i fortë. Prej këndej romani nënvizon idenë se tek njeriu dhe tek qenia njerëzore fle njëkohësisht edhe engjëlli edhe djalli, por varet shumë se kë familja ushqen, se si në familji ai edukohet për të marrë rrugën e jetës së mëtejme. Mesazhi është i qartë. Fëmijëria është si një fidan, si një pemë që e mbjell, dhe nëse e mbjell cekë të rrënjët nuk i ka të forta, nëse e mbjell shtërëmbër, i shtërëmbër mbetet për jetë. Në qoftë se mbi të nuk vihet dorë. Pra, fëmijëria, thot autoria, modelohet, formësohet sipas habitatit ku rritet dhe merr edukatën fillestare. Për të parë nga ana e kompozicionit, romanin Anatomia e një vrasje, shikojmë se ai ka një subjekt linear në tërë
ndërtimin e vetë. Në hyrje jepet fshat i thellë në një zonë të humbtirës, në ambient rural, familje me jetë mesatare, me patriarkalizëm theksuar, ku opinioni patriarkal e vret njeriu, e bën të pavlerë në habitatin ku jeton. Patriarkalizmi mbizoron në tërë jetën familjare, ku fjala e lirë nuk mund të imagjinohet, dhe ku kryefamiljari bën ligjin, duke mbajtur të ngritur armën e dhunës, ku mashkulli është mbreti dhe femra është sklavi i bindur në përjetësi. Në këtë familje prej 7 femrash dhe babait tyre, në një familje të rënuar ekonomikisht, shpirtërisht, por e psikologjikisht, rritet besmire. Babai i saj me një egërsi shpirtërore e pamëshirësi e bën që ajo të ndjellë thellë mungesën e lirisë. Baban e tërbon mungesa i mashkulli në familje. Dhe në këto kushte ndjet i përbuzur nga ambienti që e rrethon. Sajohet momenti i Fatmirit, një mashkulli, për të dhënë sensin mashkullor në familje, duke e mësuar ky baba i kësaj vajze të imitoj veprimet kafshërore të një demi në lëndin duke kryer marrëdhënie seksuale mbi lopën. Për ta kaluar pasaj në seks riprodhimi nga Fatmiri tek e bia e tij e smur. Tragedia arrin kulmin. Trevare në një ditë në familjen e saj. Në këtë pikë kulmore të romanit fillon tronditja psikike e Besianës, për të dalë nga bota njerëzore e për të hyrë në botën e urrëties pa kufi. Autoria ka derdhur tërë arsenalin e shkallës njohjes për jetën, nivelin e lartë shkencor mbi anatominë e njeriu, të derdhur në art, nivelin e lartë psikologjik që autoria ka mbi kompleksitetin e ndjenjave të njeriu dhe hapat graduale të formimit karakterit e personalitetit të tij, duke nënvizuar se njeriu nuk lind kriminal, as human, por ai tillë formohet në jetë. Në kushtet e këtij burgu social, Besmira nisë rrugën e zgjimit. Frika mbi pseudologjikën, heshtja me mese mbi terrin arsyes, incesti i tmerrshëm që e mposhti vdekjen e smotrës. Pikrisht aty nisë revolta e brendshme dhe rritet dëshira e pakufishme për hakmarrje. E mbetur në udhkryq, me rrugën e mërgimit, si zogu me kratë thyer, me zemër të çoptuar, çan e rësirën e migron në Greqi, duke gjetur si ortak një djalë ordiner, hajdut të rëndom, me emrin Albert, që për ngarkesën e veseve mbi karakterin e vet, zhytej më thellë e çdo ditë në botën e krimit. E ngelur pas një mbështetje ekonomike e rënuar shpirtërisht me shpresën e humbur në terrin e dhunës familjare, e armatosur me leksionet më të përvuajtshme jetësore, ajo synon të përdor hiret e bukurisë së vet vajzërore dhe për të mbijetuar duke pasur si objektiv si stash hakmarrjen mbi kufomat e manjakëve seksual e vetëdijshme për të hyrë thellë në botën e krimit. Fillon të arbohet një jetë të natës, të djeg paran tek personat e dobët, tek manjakët seksual të radhës, duke i viktimizuar ato e duke i ndëshkuar me vdekje. Por nuk i shptoi dot ekspertizës, gjurmëve të lëna, akteve kriminale që u bën provë materiale,
për ta ndëshkuar e rrasur në burgjet e ftohta të mërshme të shtetit grek, atje ku dhuna për shqiptarët ka qenë një dhunë rasiste e shfrenuar e pa shpirt. Atje tashmë ishte shnurruar nga anatomia e qenies së saj në një kriminal profesioniste që nuk njihte limite. Ajo krijoi mendimin absolut për hakmarrje ndaj magniakëve seksual dhe i vuri vetes si objektiv mbrojtjen e femrës dhe të gruas nga krijesat e maniakëve seksuale. Në roman, autorja pasqyron me saksi burgjet e të merret në Greqi, racizmin e egër të shqiptarëve, të cilat i japin frymarrje librit dhe tregon se dhuna e kishte shtrirë krahun e urrëties edhe brenda qelive të errta të pseudo-demokracisë e pseudo-drejtësisë greke ndaj emigrantëve shqiptar. Me vetdije se u bë kriminale, ajo deshi të thotë nënës së vet, motrave të saj, motrës së vdekur në kushtet e smundjes në një incest, dhe vetë incestit njerëzor, se ajo lufton vetëm për ato, për lirinë e tyre, për t'i thënë ndalë dhunës ndaj femrës, për të dhënë atyre lirit dhe të drejtat e munguara, si pararoja e vargut të 35.000 femrave të Shqipërisë, të cilat patën fatin, më makabër në duart e tutorëve, maniakëve, për bindshave, duke ushqitur trupin e duke tregtuar nëpër Evropë mishin e tyre të bardhë, duke u majmur e pasuruar këta manjak me nderin, trupin, gjakun, moralin e tyre. Një dramë e hidhur kombëtare. Me heroin Besmirën në qendër të romanit Anatomia një vrasjeje. Të autores, të nderuar Eva Caca, është një roman që analizon çdo fenomen dhe del dhe plot teoria e shkallës së njohjes që ka autoria dhe si dhe uniteti i të tre ligje themelore të dialektikës të shoqërisë njerëzore, atë të shkallës njohjes, të ligjit të unitetit të kundërtave dhe ligjin e mohimit të mohimit. Falin dhe një sekund. Romani i autores së nderuar Eva Caca është eksklamacion në vetvete. Është një thirrje kumbuese. Është një kamban alarmi për çdo familje, për secilin nga ne, për të bërë të mundur edukimin në mënyrë graduale e të durueshëm të fëmijëve tanë, të nipërve, të mbesave, e të tërë shoqërisë në përgjithësi. Të tërë, ajo është një kamban alarmi për piramidën shtetërore, në mbrojtjen e femrës nga dhuna. Ky roman shtron para lexuesit një sër pyetjesh që kërkojnë një zgjidhje emergjente. Çfarë fëmijë po rritim dhe edukojmë? Sa është shteti i fokusuar për të mbështetur e marrë nën kujdes kategoritë caktuara të shoqërisë sotme? Sa ndikojnë institucionet dhe organizatat ndryshme shoqërore në përmirësimin e këtij realiteti, të kësaj përshërimin e kësaj plagë të rëndë sociale shqiptare. Respekte për Evën dhe sukseset më teshme në kënditarinë e saj. Ishte privilegj për mua që marr pjesë në këtë event. Ju falenderoj. Babai, një burr trupimët e i rreshkur, ishte bari.
gjithmonë i ngrysur, që nuk i qeshte buza, përveç se kur pinte raki. Ai më quajti Besmira, dhe nëna më tregonte se kur linda unë, ai e përjetoi keq. Kishte 6 vajza dhe donte djalë. Ditën që linda, sipas saj, ishte ftohtë, dhe ai nuk erdhi në shtëpi. Qëndroi te kasolja ku po zjente rakin. Shtynte zjarin pafund dhe sa fillonte të rrithe me shumicë rakia, që ai e quante ujë të bekuar, e smbrapste zjarin sërish. Dëgjoi vetëm zhurma e rakis, shoqëruar me disa të shara të tija për zjarin. Rakia e ngrohtë dhe lehon ishte bërë shoqëruesja e tij e pandar. Bënte sikur e provonte çdo 5 minuta me një gotë që e mbante pranë vetes te shilteja ku ulej. Kishte aty një pjatë cingoje me një lugë gjizë dhe disa kokra ullinj, por dukej se ato i kishte sa për t'u marrë erë, pasi vetëm sa ngjyente pirunin, sa erë që kthente nga një glënk raki. As që e kuptonte se sa po pinte, pasi veç mendonte se sa i pafat ishte që s'kishte një djalë. I vinte turp se si do të tregonte që gruaja i kishte lindur përsëri vajzë. U shofshi të gjitha, vdekshi të gjitha sonte, mos ju gjetësha në shtëpi kur të vi. Mallkonte ai pa pushim. Mallkonte thua se e kishin ato fajin që ishin vajza. E urente dhe të shoqen. Nuk e di nëse e kishte dashur ndonjëherë. I dukej se ajo ishte fajtore. Shkonin njerëzit e thërisnin, leje rakin dhe eja se të ka lindur gruaja, eja se s'ka lezet, por nuk donte t'ja dinte. Isha llashuen të gjitha e nuk gjeja asnjërin kur të vete, po ikni e më lini rehat, u lërinte ai. S'kam ç'të bëj gruas, le t'i riz vetë feçkat që më kanë hyrë në shtëpi, si krisja e egër, e po më helmojnë gjithçka. Qante fsheurazi duke u lutur që inshallah dhe ajo që kishte lindur të vdiste, që ta provonte edhe një herë, se mbas se bënte djalë. Por tani që edhe e shtata i doli feçk, s'kishte më shpresa për djalë. Ma shuan këtë derë, u shua emri im, u shua mbi emri. I mallkuar jam që të ris gratë të tjerëve, të mbaj plehun e botës për shpëriste me vete. Tani ka ardhur momenti veçantë për të gjithë ne. Pas prezantimit të librit dhe emocioneve që përcjell kjo vepër, është kënaqësi e jashtëzakonshme të ftojmë personin që i ka dhënë jetë çdo faqeje, çdo mendimi dhe historie. Ftojmë autoren e kësaj vepre, zonjën Eva Caca, të ndajë me ne mendimet, emocionet, sfidat, frymëzimet, kujtimet dhe gjithçka që e çojë drejt krijimit të këtij libri. Fjala për ju, zonja Caca. Faleminderit gjithëve juve që jeni këtu. Normalisht keni lënë diçka sot pa bërë. Është ditë e diel, është ditë e bukur në Sarandë. Vendosa të vesh dhe ngjyrën e detit për t'ju përshtatur. Dhe normalisht që ju keni lënë diçka të bukur sot, jam e sigurt dhe keni ardhur këtu. Ju falenderoj dhe doja që jo vetëm t'ju falenderoj, por thjesht t'ju them se nuk ju zhgënjej. Vërtet kjo është një temë e fortë. Nuk e di nëse donte vërtet guxim, donte guxim nga dikush, por unë ndoshta e gjeta guximin sepse thjesht vendosa të flas. Vendosa të thyej heshtjen, ajo heshtje që unë mendoj se është burgu i vetëm i dhunës. Derisa ne vazhdojmë të heshtim, dhuna do të vazhdojë të jetojë, të rritet dhe të vazhdojë. Ne dim akoma që edhe sot, edhe pse jemi në 2025-ën, kemi akoma aborte selektive, që kjo është një kampane fortë e madhe që kur e dëgjojmë është vërtet, nuk e di nëse do të ishte fjala turp, po është më shumë se kaq, më e thellë. Unë kam shkruar disa fjalë edhe pse jam njeriu që nuk para jam shumë duke lexuar, sepse mendja ime nuk e di se çfarë bën, por kur lexon diçka mendon diçka tjetër mbrapa dhe unë ngatrohem, do mundohem të jem në respektin tuaj kam shkruar disa fjalë.
Megjithëse nuk besoj se dua të them fjalë të mëdha me juve. Unë dua të jem këtu si një familje. Saranda për mua, e thash dhe sot me një miken time, është thik me dy presa, pret nga të dy anët. Saranda mua më njeh si një grua të fortë, si një grua që thyen tabu, si një grua që buzëqesh gjatë gjithë kohës, edhe pse dua të them se kjo buzëqeshja mund të ketë qenë një veshja imje që ju ka gënjur pak shpeshherë, një veshje që ka mbuluar lot, ka mbuluar dhimbje, e kam veshur edhe kur s'më shkon, edhe kur s'më bën, edhe kur s'më duhet, ndoshta për t'ju mashtruar pak juve, ose për të forcuar veten time, kam pas një armë për të forcuar veten time për t'i thënë që po mundesh. Jeta më ka bërë që të më tregoj vërtet vështirësi. Të gjithë njerëzit kanë vështirësitë e tyre, po ndonjëherë disa e kanë malore në biçikletë, që do thotë bëhet dy fish. E kam parë ferrin disa herë, derisa u gjenda dhe aty në burgjet e Greqisë. Dikush nga ju thot, nuk është përmburrje të jemi në burg. Mund të them e përjetova keq atë aty, askush se përjeton mirë, edhe kur dëgjojmë burg në kushtet e shtëpisë është burg përsëri. Por që të të hiqet liria, të të hiqet siguria, gjithçka që një grua ka për të mbajtur në këmbë, të shkëpusin nga familja, është ajo që njeriu i është marrë në momente që vetëm ai që e kalon e dish do të thot ajo dhimbje. Dua t'ju njoh pak me këtë pjesë, askush nga ju nuk do të më jap atë pafajësinë të cilën e kam marrë tashmë me letra, sepse me letra ishte ajo që mua më ndaluan, ma dhanë dhe pafajësinë me letra dhe dola, por ajo padrejtësi që më ndodhi aty, ndoshta ishte një errësirë e madhe për të mi dhënë më shumë dritë kësaj që solla. Gjithmonë themi që ka një shkak, është çdo gjë që ndodh, pra pa arsye nuk është asgjë. Të paktën unë mendoj kështu, se mbase jo të gjithë jemi të këtij mendimi. Në momentet që unë jam prangosur, jam gjendur në aeroportin e Greqisë, do t'ja tregoj këtë për të njohur pak me librin se si unë u gjenda te ky libër. Kam qenë njëri që më ka pëlqyer të shkruaj gjithë kohës, edhe kur kam qenë më e re, por nuk e kam menduar ndonjëherë se do të botoj. Pra ishte kjo ndoshta arsye që mua më dha atë forcën që të thyej heshtjen dhe të dalë këtu për të treguar. U gjenda në aeroportin e Greqisë me timbir për të kthyer në vendin tim, dhe aty gjendem që do të thot me një urdhër arresti, gjë që as unë se dija, as kush nuk e di se kush e dinte, por vetëm ata që më kërkonin, sapo pan aty dhe unë isha e dënuar për 8 vite, përveç se ishte për një faj që nuk ishte lidhje me mua, pra që se kisha bërë, as nuk e kisha idenë se më priste, ne i themi më zon pusin nga anët tonë. Kështu që më kishin zënë pusin. Vërtet e përjetova shumë keq, më shkëputën nga një mbir që e kisha akoma 8 vjeç nuk ishte. Ma morën aty në aeroport dhe gjithë ngjarja që vërtet shumë e fortë. Jam betuar sot që nuk do emocionohem. 1, 2, 3 shikon në tavan, nga thënë dikush dhe nuk emocionohesh. Faleminderit. S'nduket se sa arri kam dot. Atëherë, ishin ato çastet e vështira që nuk e harroj një moment. Doja dikë që ta besonte, le të ishte ai dhe një rrugtar. Kisha shumë nevojë që ta besonte dikush këtë që po më ndodhte. Normalisht personeli apo stafi apo policia që ishte atje nuk kishte si të më besonte, sepse me sa kuptova, sepse mua nuk më kishte rastisur të gjendem në këto vende, të quanin me një përbuzje dhe një buzëqeshje e pafajshme dhe tia, që do të thotë, të gjithë ata që hyn aty thonë që jemi të pafajshëm. Mirë, po unë doja një njëri tjetër që të më dëgjonte, dhe doja që të lutesh sikur edhe dikujt që ndalonte në rrugë, edhe dikujt që pastronte, vetëm të më besonte. Kisha shumë nevojë, nuk e di pse, nuk do më nxirrte askush nga burgu, nga ata që unë prisja, po kisha shumë nevojë të më besonin. Nuk munda ta përjetoj këtë moment, sepse askush vërtet s'më besoi, derisa unë arrita deri në ato vende aty që ishte burgu i sigurisë së lartë. Atje pash veten keq, e pa përgatitur. Nuk përgatitet askush për burg, jam e sigurt se dikush brenda mendjes tuaj do thotë, e kush përgatitet për burg? Edhe ai që bën diçka të palishme, nuk e mendon që do shkojë, se po ta mendonte nuk do t'i bënte ato veprime. Por unë kam thënë dhe aty brenda disa herë, nëse do të varej nga unë, s'do të kishim polici.
do t'ishte mjaftueshëm një, siç ka qenë në kohën e Zogut, që ishte një, thotim vlla në lushnjë dhe mbante të gjithë pellgën, pra Si sa deku I gjithë buzit. që do të thotë do t'ishte një, pra nuk isha njeriu që unë jam gjithmonë pro ligjit. Unë ndjeva shumë keq që gjeta nuk do t'ju lodh me këtë dhe dini pse nuk do t'ju lodh, sepse unë për këtë histori do të vi me një libër tjetër. Sepse aty kam treguar të detajuar, jo për t'ju treguar ju se çfarë kalova unë, po për t'ju treguar si u ringrita, si ja dola, si munda të mbijetoj. Por e di që pothuajse çdo person, në mos jo vetë, një person I familjes ka kaluar në ato dyert, sepse emigracioni na bëri që ne t'i kalojmë ato dyert dhe të djem. Siç e pati unë dola nga letra tani dhe nuk di gjë se çka kam shkruar më. Po atje fitova një universitet. Ndoshta mund të ishte një plus, po ajo mund të jetë dhe dobësi. Të gjithë njerëzit e shohim njësoj. Se unë e njoh jetën e burgut prej 13 vjetësh. Unë kam thënë shpesh herë që përvojat e këqija, edhe pse të mësojnë, nuk do t'ja uroja askujt. Sepse përvojat e këqija vërtet mund të të forcojnë diku, po të dobësojnë diku. Por unë aty gjeta zërin, brenda atyre mureve të ftohta, brenda atyre mureve të zgaravitura, që I shikoj edhe dukeshin sikur të flisnin me atë egërsinë që të fliste aty, edhe ambienti që të rrethonte. Dhe brenda atyre mureve unë gjeta forcën të flas, të ngres zërin, ose më saktë shpirtin që nuk donte të heshte. Historia ime po mendoja që kjo do të bëhet një film, kjo është e pamundur të ndodhë vërtet, e thosha pa pushim, nuk mund të ndodhë, ore këtë as në film as ka qenë, e thoja me vete pa pushim. Mirë po kur gjeta Besmirën aty brenda, një grua që ishte e rëndë në peshë, por dukej sikur trupi I saj mbante peshën e gjithë botës, një grua që ishte burgosur shumë kohë më përpara se të gjendej në ato hekura. Një grua që e kishte vuajtur, dhe unë mund të them plotësisht e sigurt, ajo nuk është vrasëse. Edhe pse sot nuk është vendosur akoma se çfarë ndodh me këtë pyetje, a lind njeriu vrasës apo bëhet, as shkencëtarët më të mëdhenj apo dietarët nuk e kanë vendosur, por Besmira nuk ishte vrasë, ishte pasojë. Ishte pasojë e dhimbjes, pasojë e heshtjes, e gjithë asaj vuajtjes, e kësaj jetës që ne kemi, që ne vazhdojmë të rrisim vajzat thjesht me ndjenjën e fajit dhe djemt me ndjenjën e pushtetit, vetëm se janë djem e kanë një pushtet. Duhet I themi stop, dhe Besmira këtë ka dashur të thotë. Incesti që ajo pa që profesori këtu analizoi dhe unë nuk dua të flas më për këtë se e ka analizuar aq bukur, sa sikur ua dha librin e gati. Por ju siguroj që ai libër ka shumë brenda për të treguar. Vërtet më aty unë e kam vendosur 16+ sepse ai libër ka dhunë, ka vërtet është pa filtra. Nuk I kam vendosur filtra, edhe pse Besmira mua më ka dhënë skeletin dhe qëllimi, edhe jo më saktë qëllimi, po dhimbja e saj ishte vetëm tek incesti që kishte ndodhur, pra të gjitha të tjerat I kishte harruar dhe për atë bënte fajtore veten. Unë e di që libri do t'ju lër pa gjumë nëse e nisi në darkë, dhe do t'ju lër të mendoni gjatë atë histori që ka ndodhur. Do të vi dhe me libra të tjerë ju premtoj. Kjo mund të jetë shkak I gjithë pritjes që mua më keni bërë, që do të thotë të gjithë ata që e pritën në këtë mënyrë librin, isha e paprigatitur që tek kopjet që unë bëra në fillim, e fillova në mënyrë modeste për të bërë diçka. Dhe mënyra se si libri shkoi vetë, dhe mund të them libri më ka marrë prej dore dhe po më çon diku, jo se unë mora librin. Dua të rikthehem prapë te Saranda pak. Njerëzit të bëjnë të njohur, ose më saktë, çdo njeri mund të bëhet I njohur ka dy mënyra. Ka mënyrën e keqe, ka dhe mënyrën e mirë. Të gjithë zgjedhin ose më saktë si t'ju bjerë jeta. Kur unë më ndodhi që të kem një ndodhi jo shumë të mirë, pra që mund të bëhesha e njohur jo për mirë, pash që mua të më largohen të gjithë. Nuk deshën ndoshta, deshën të më mbulojnë diçka, deshën të më lënë aty, nuk e di se çfarë deshën, por atëherë e pash që mua mu larguan të gjithë. E kam provuar çdo të thotë të baltosin, të gjuajnë me gur, dhe zgjodha që me ato gur që më kanë hedhur dhe me ato balt ta kthej në kështjell. Këto mjete duhet përsëri për të ngritur kështjell, këto duhen edhe për të mbuluar. Por unë I përdora për të ngritur kështjellën time, që mbase ju nuk ju duket asnjë lloj kështjelle, por në një kohë që sot nuk është ditë libri, është ditë rilindje, të paktën për mua, dhe prandaj e kam vendosur kështu.
Unë dua të bëj disa falënderime të veçanta për mos ju mbajtur gjatë, se nuk e di se sa ju lodham këtu. Dua të bëj disa falënderime të veçanta, sepse edhe ky vend e meriton, por edhe unë jam mirënjohëse disa njerëzve. Së pari duhet ta filloja nga personat që më dhanë shtysën për ta bërë këtë libër, që është Kristina Jorgaçi, që dua ta falenderoj sa herë që më gjendet mundësia. Përveç se ajo më ndihmoi dhe më dha shtysën e parë për librin, ishte njeriu që mbështeti fëmijët e mi nga mbrapa dhe u dha atë dashurinë e nënës që në ato momente ata nuk e kishin. Normalisht edhe Erzar Taresun që nga Amerika që e ka redaktuar dhe e ka qëndisur këtë libër. Kam shumë njerëz për të falenderuar, kanë qenë njerëzit që më mbështetën, që më dhanë dorën në ato ditë të vështira se po kam pasur. Të falenderoj shumë Andrea Gjoni. Ke qenë ditë të vështira për mua, të falenderoj pafund. Kam vërtet shumë njerëz për të falenderuar, edhe ata që më besuan në heshtje. E din vetë gjithë ata kush janë që mua më kanë besuar, por në heshtje nuk më thanë gjë. Por falenderimet më të mëdha unë do t'i jap për njerëzit që nuk më besuan. Sepse ata më detyruan që unë të bëhem të dal këtu. I falenderoj pafund. Dua të falenderoj shumë ata që më braktisën. Më mësuan që të mos jetoj për të tjerët. Dhe dua që këto këshilla t'ua jap të gjithëve kush ka mundësi të dëgjoj. Dua të falenderoj fëmijët e mi, që për ju mbase nuk është asgjë, por unë i kam rritur para kohë dhe dua aq sa t'i falenderoj edhe t'ju kërkoj falje. Sepse e vërtet i kam rritur para kohë, sepse kështu më është dhënë mundësia. Dua t'ju falenderoj juve të gjithëve që jeni këtu, pa përjashtim, ju jam mirënjohëse për gjithçka. Ky libër le të jetë mesazh për të gjithë. Shiheni ju lutem me atë sy që unë kam dashur ta tregoj, ta nxjerr, sepse ky është këndvështrim dhe mund ta shohim neve si të duam. Qëllimi është plumbi del me plumb, thon prap nga anët tona. Por rakia me rakime, që se vajza na foli për rakin. Por nëse ne nuk flasim për dhunën, nuk do ta ndalojmë dot. I gjithë mesazhi im dhe qëllimi im është ky. Ju falenderoj pafund, nuk do t'ju lodh shumë. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit autores. Ju faleminderit nga zemra për praninë dhe kohën tuaj këtë paraditeve. Për shemën njohjeje, për prezencën tuaj sot, libri ofrohet me çmimin 1000 lekë. Më tej do ta gjejë në gjitha libraritë. Ju ftojmë të qëndroni për biseda të lira, diskutime dhe autografe me autoren. Po kush ka dëshirë, kush do të më bëjë një pyetje, kush do, unë jam këtu. Faleminderit. Normalisht edhe direkt tek ju, sepse unë të paka shumë një miq, unë e folë si direkt nga unë, se duam ta sugjeroj, nëse do të sugjeroni shumë. Kjo gjë do t'ju bëj vetë. Është si diçka që ti e shijon, e ha dhe s'po tregon, po s'e nga tani, çfarë do të thotë. Ky libër vërtet do t'ju bëjë, por do t'ju bëj vetë. Që do të thotë se do të flisni pa dashje që një predator në vërtet se ku do ta gjeni librin, sepse do t'ju dali pa dashje ajo o çfarë lexova. Nuk ja them për faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ka pasur gjithë çka pash çfarë publikuar në media. Që t'japin një feedback në masë 90% që është një kushtet të pakun dhe që nëse e disë do ta vajtë në një. Do të kërës kush është ai momenti kur mor, që ti tesh mund të flas. Do të thotë për të gjithë sfidave, çfarë ishte më forta Isha mbushur me padrejtësi. Isha mbushur aq shumë me padrejtësi sa nuk më bëj sikur të kem thënë edhe më. Dhe nuk mban më, isha mbushur aty sa ka qenë dhe një frymëzim një tjetër që ti ndoshta e ke ndjekur aty dhe do të dalësh aty. Mua më ndodhin ato vende aty sepse atë që unë pash aty brenda thashë para që s'isha e përgatitur, por nuk e fantazojmë dot çfarë gjendet brenda aty. Unë e kam përmendur dhe aty në këtë ka qenë një moment që mua më bëri të dal nga burgu kur isha në burg, edhe pse unë kisha frikë se mund të rija edhe 8 vite aty sepse këtë se vërtetoja dot, derisa unë e vërtetova kalova 7 muaj jo pak.
Nuk e harroj atë momentin që më vjen një grua që ishte vërtet shumë keq, sepse aty për shkak të ilaçeve, për shkak të sepse vin nga lloj-lloj historirash. Ajo ishte, unë kam një shprehje që disa qeshin, kapakët e syve vinin deri në mes të rrugës dhe përtonin, nuk mbylleshin, nuk hapeshin. Dhe më afrohet nga që mua më pash shumë keq. Tek libri që vjen i radhës, do lexoni shpesh herë Kamqar, por që do lexoni kaq shumë Kamqar sa dikush që e ka marrë një miku im tha e ke tepëruar. Në të vërtetë unë kam thënë 10%. Rubinetat e mia aty ishin prishur. Nuk i mbyllja dot. Se nuk e pranoja dot atë padrejtësi. Ajo aty më bëri një pyetje, më pa shumë keq në një nga ditët që po përjetoja atë ferrin dhe më pyeti me një qetësi, kaloj këtu, tha, ç'a ke? E bëri kështu. Dhe më bëri atë pyetje se mua edhe kur e them më dhan, ta ka vdekur në një nga fëmijët. Aty ishte një nga ato zgjimet që unë thash, ej, zgjohu, pas ka më keq. Edhe pse aty po përfundoja, po mendoja se ishte fundi. Atë ditë unë dola nga burgu, edhe pse isha brenda, dhe atë ditë vendosa të flas. Që do të thotë kur ti gjen dhe unë them se unë kam, jo unë, pa i marrë pa thënë këtu diçka për meshkujt, por femra, një kohë që është bërë nën, nuk e ka luksin të vdes, nuk i lejohet të dorëzohet. Që besoj se të dhash. Faleminderit shumë. E lëm apo kemi pyetje tjetër? Nuk kemi në pyetje. Do të t'ju kam thënë drejtë. Faleminderit shumë.